Dram dhe të merë në ndërtesën 8 katëshe në blok 70 në Tetov. 10 banor të kësaj ndërtese kishin ngelur të ngujuar pas një zjarri që u shkaktua nga shpërthimi i bombolave në Bodrum. Në vend ngjarje të parë që kanë arritur kanë qenë zjarfiksit e Tetovës, të cilët me mjetet e pakta që kishin në dispozicion kanë tentuar që të shpëtojnë jetën e banorëve në ndërtesën në blok 70 në Tetov, që gjendet afër rrugës industriale. Si pas informatave të para zyrtare nga spitali i Tetovës, 8 persona janë shtruar në spital shkaki e elmimit, edhe atë 5 qytetar të moshave të ndryshme, kurse 3 pjesëtar të njësisë së zjarfiksve po ashtu janë helmuar nga tymi i madh. Është konfirmuar se i lënduar në mesin e zjarfiksve është edhe kryeshefi Uka Aliti. Megjithatë, zjarfiksit e Tetovës janë ballafaquar me mungesë të pajisjeve, sidomos shkallë të larta për të arritur deri tek banorët e ngujuar. Ndihmë në këtë rast kanë ofruar zjarfiksit e Gostivarit dhe Spitali i Përgjithshëm i Gostivarit. Me zjarfiksit e Tetovës janë solidarizuar kompanitë private, të cilët sollën 10 kamion në vend ngjarje për të shpëtuar jetën e banorëve. Ndërmarrja Beton Union dhe Golec Trans kanë arritur në vend ngjarje në mungesë të ndihmës nga zjarfiksit nga qytetet e tjera. Zjarfiksit në këtë situatu përballen me mungesë të shumë pajisjeve të nevojshme për këto lloj situatash, por kanë tentuar që me korpa të cilat shfrytëzohen për stolisjen e qytetit të shpëtojnë ata të cilët kërkonin ndihmë për të shpëtuar. Në ndërkohë në angë dhe pritje kanë qenë familjarët, të cilët nga obori i ndërtesës kanë ndjekur dramën me familjarët e tyre të ngujuar. Aksioni për shpëtimin e të ngujuarve ka zgjatur më shumë se 4 orë gjatë, ndërsa në orët e vona në ndihmë të zjarfiksve u kanë ardhur edhe pjesëtar të armatës së Maqedonisë dhe drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim, por dukshëm me vonesë. Herojt e sotëm padyshim kanë qenë zjarfiksit e Tetovës, të cilët shpëtuan jetën e banorëve edhe pse u përballen me mungesa të mëdha, ndërsa kjo është pasqyra e diskriminimit të shqiptarëve që u bëhet edhe në sferën e mbrojtjes dhe shpëtimit, sidomos kur ka zjarre në ndërtesa të mëdha. Ministri i Mbrojtjes Talat Xhaferi ka dalur vetë në vend ngjarje dhe ka ndjekur nga afër tërë situatën. Personat e lënduar janë shtruar në Spitalin Klinik të Tetovës dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetë, ka bërë të ditur drejtori i Spitalit Klinik të Tetovës Florin Besimi. Deri më tash nuk është bërë e ditur se a ka persona të cilët janë dërguar në klinikat e Shkupit. Televizioni Koha gjatë tërë kohës ka qenë në vend ngjarje dhe ka ndjekur nga afër situatën, ndërsa para pak qastesh është konfirmuar se zjarri totalisht është shuar dhe janë shpëtuar nëna me 2 fëmijë të vegjël të cilët për orë të tëra qëndruan të ngujuar. Banorët e tjerë të cilët ndodhen në ndërtesë ndodhen jashtë rrezikut për jetë. Kako vikna porijeve su pred zgrada? Pred zgrada su mori, pred zgrada. Tato ide u strujata. Tebe puka, to ne je ništa. Eve požarnikari se ga čuva na gore, na kjele. Evo,